Barë thot që jam automekanik dhe rrobat i kam të përlyera. A më pranohet namazi? Shishani do thotë papastërtia është definuar do thotë në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi thash papastërti të cilat janë shpirtërore, sikur çka është do thotë kamata, sikur çka është do thotë bigjozi, sikur çka janë për shembull shprehjet e këqija, do thotë këto nuk kanë të bëjnë do thotë me papastërti që shme thonën prekse apo papastërti do thotë dukshme apo reale, por janë papastërti do thotë të mrenshme. Për atë arsye se puna e kamatës janë puna e pareve, do thotë paret janë të pastërta, ama ai fitimi i cili bëhet në ato pare, që është e papastërta, apo puna e bigjozit. Edhe ato do thotë mjetet me të cilat luhet do thotë bigjozi edhe paret të cilat do thotë janë aty, ato në esencë janë pastërta. Po metoda se çish fitohen, do thotë janë papastërta. Për atë arsye Allahu Dhul Xhelali ka përmendur thotë këtë çështje në Kur'an dhe ka treguar që janë të papastërta. Po ashtu të papastërta çka janë? Përmendëm, do thotë gjona të cilat dalin prej trupit. Sikur çka do thotë urina, sikur çka do thotë nevoja e madhe, sikur çka do thotë të vjelltit kur njëri do thotë vjell, sikur çka pastaj gjaki, do thotë edhe gjaki nëse del do thotë pi trupit edhe mo ashtu do thotë çështja e papastërt. Ndërsa jashtë këtyre gjonave, të cilat i ka përmendën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe janë evidentuar do thotë në fikun islam, do thotë janë gjëra të pastërta. Dhehu për shembull është i pastërt. Ose për shembull yndyra, do thotë është e pastërt. Apo për shembull thojna nafta, është e pastërt, nuk është e papastërt. Zakonisht mekaniki më tepër ka të bëjë do thotë me mast, apo ka të bëjë do thotë me vaj, i cili është ngjit do thotë te automjeti apo ka të bëjë do thotë me vajra të tjera të cilat do thotë në esencë janë të pastërta, ama neve kur zhytet na duket që është do thotë i papastërt. Ashtu që do thotë mekanikë dhe njerëzit të cilët do thotë punojnë punë sikur çka janë do thotë të mekanikut, sikur çka për shembull farkatari i cili punon do thotë me hekur, hekuri është do thotë i pastërt apo sikur çka për shembull bujki i cili punon do thotë në me dhej do thotë edhe është e pastërt. Ashtu që të gjithë punëtorëve të cilët do thotë kur t'ju vjen puna e namazit, çashtu qysh janë me çata rroba do thotë mundun me falën namazin, vetëm se duhet me pas parasysh që mos me e përlyje vendin në të cilin do thotë ata falen nëse është do thotë punë xhamisë. Por do thotë duhet me pas parasysh edhe një çështje tjetër, cila është ajo që kur shkojnë në xhami duhet me marr rroba të pastërta të mira. Se thot Allahu Dhul Xhelal khudhu zinatakum inda kulli masjid. Merrni do thot rroba të pastërta të mira kur shkoni do thot në xhami. Por është një çështje tjetër. Këtu përsëri vjen shejtani edhe bën vezvese te vëllezërit tanë, të cilët janë punëtor, duke ju bën me dia të në me qyteti pa pastërt, me këto rroba ti nuk paranohet namazi e pastaj ki vakta kanë ti e fal ma vonë, për çka vetëm se për me i largue prej namazit edhe me i largu dhe thot prej asajna çka mushët me sevap apo me iman shpirti i besimtarit. Ashtu që do thot kjo është një prej vezveseve të shejtanit, të cilët do thot do të me largu ky vllai joni. Po marr parasysh është mekanik, është bujk apo është farkatar apo është do thot punëtori i cili punon do thot me punë tjera. Unë desha të përmend edhe një çështje tjetër që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ka qenë në një mexhlis, edhe kanë ardhur njerëzit, e kanë përshëndet pejgamberin edhe të gjithë i kanë folë për dorë. Me përjashtim njëonit, i cili thotë e ka përshëndet për e lart pejgamberin edhe nuk i ka folë për dorë. E pastaj pejgamberi ka kuptuar pse ai nuk deshti ta përshëndet do thotë për dorë, por deshti t'ia bëj me dije të tjerëve. Edhe i tha o ti filan, tha pse tha ti nuk më fole për dorë? I tha o i dashmi Zotit, dora ime është çao prej punës. Do thotë ka pas dorë punëtorit edhe zakonisht dora e punëtorit çahat prej punës. E tha merr turp që dora ime e çam me përshëndet do thotë dorën tonë ndershme. Atëherë çohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë mexhlis e merr dorën e tina edhe e put. Edhe thotë kjo është dorë të cilën e don Allahu edhe e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që një dorë e cila punon, pa marrë parasysh është e zeza apo është e çame, do thotë është një dorë e cila sjell çka rrezik edhe bereqet në shtëpinë e vet. Edhe një dorë e cila sjell do thotë rrezik edhe bereqet në shtëpinë e vet, e ka sevapin
drejtin, po edhe çatin që ka ushqehen prej çasaj dore. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na për shumë hadithe ka përmend apo thon se dora e punëtorit do thotë është një dorë të cilën don Allahu edhe don pejgamberi, e pastaj ka thonë për shembull dora e atina që punon me hekur është do thotë prej durve që është prej rrezikave apo pi bereqetnave ma halal. Do thotë se është fituar me njerëz. Ashtu që asnjë vëllai jon i cili është punëtor, do thotë nuk duhet më ardhur prej punës tina, po përkundrazi do thotë duhet me qenë krenar me punën të cilën do thotë e ban, edhe me çat punë të cilën do thotë ai e ban, duhet me madhnu edhe Allahun dhul xhelal në momentet apo në kohënat kur Allahu dhul xhelal i ka përcaktuar sikur shka të thotë sabahi, dreka, ikindia, akşami, yatsia. Edhe pse do thotë në shumicën e rasteve problemi më i madh është te dreka dhe te ikindia. Ndërsa këto kohëna tjera zakonisht njerëzit janë nëpër shtëpia edhe do thotë nuk e kanë do thotë këtë problem. Po edhe ndrekë dhe ikindi do thotë do të më largu do thotë këtë dyshim, të cilin dyshim Allah shejtani e fut në përmendjet e besimtarëve.